Këshilli gjyqësor në seancë të mbyllur ka shkarkuar gjyqtarin kundërthënës të apelit Enver Bexheti, i cili para 5 muajsh u vendos në listën e zezë të SBA-s bashkë me ish-zëvendës kryeministrin tani më të arratisur Artan Grupi, për shkak të ekzistimit të provave se është i përfshirë në aferë korrupsioni për të ndihmuar ish-shefin e policisë sekrete Sasho Mjalkov që të shpëtojë nga drejtësia. Informacioni për shkarkimin e tij në mënyrë të paligjshme ka rrjedhur në opinion nga Këshilli Gjyqësor, duke e pasur parasysh se vendimi ende nuk është i plotfuqishëm, pasi Bexheti ka të drejtë ankimimi para Këshillit për ankesa në Gjykatën Supreme. Për këtë, nga Këshilli Gjyqësor nuk japin detaje për arsyet e vendimit. Procedura deri në vendimin final për shkarkimin ose jo të Bexhetit nga pozita e gjyqtarit, sipas ligjit për Këshillin Gjyqësor, ka disa faza. Pas vendimit të Këshillit Gjyqësor, Bexheti mund ta dorëzojë ankesën në afat prej 8 ditësh në Këshillin për ankesa të Gjykatës Supreme, i cili është i përbërë nga 9 gjyqtar të gjykatave të ndryshme dhe që zgjidhen me short. Pas futjes në listën e zezë amerikane, Prokuroria Themelore Publike e Shkupit ka hapur lëndë për të shqyrtuar veprimet korruptive të Bexhetit, ashtu siç kishte njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Lënda ende nuk ka epilog. Nga organi i akuzës theksojnë se po mblidhet dokumentacion dhe po merren në pyetje dëshmitar. Emri i Enver Bexhetit jo pak herë është lakuar në kontekst negativ nëpër raportet ndërkombëtare. Veprimet e tij për mbajtjen e lëndëve në sirtar, edhe para se të futet në listën e zezë amerikane, u përmend në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, por edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Për veprimet e tij, të cilat e shpëtuan ish-drejtorin e shërbimit sekret nga burgu, në nëntor të vitit të kaluar, Bexheti u xhobit nga Këshilli Gjyqësor me vetëm 20% të pagës për 6 muaj.